Prefekti i Qarkut të Dibër, Nexhbedin Shehu, konfirmoi këtë të martë se për javët e fundit të muajit dhjetor të 4 bashkitë e Qarkut Dibër janë duke zhvilluar dëgjesa publike për hartimin e buxhetit të vitit 2026 në kuadër të procesit të planifikimit të burimeve financiare për shërbimet vendore. Në një deklaratë të dhënë nga zyra e tij, Shehu theksoi se stafet e bashkive kanë organizuar takimin e të gjitha njësitë administrative të Qarkut, duke mbledhur mendimet dhe sugjerimet e banorëve për prioritetet e reja në fushat e infrastrukturës, shëndetësisë dhe arsimit. Prefekti Shehu njoftoi gjithashtu se është në pritje të projekt buxheteve të miratuara nga këshillat bashkiak, të cilat do të përpunojnë propozimet e banorëve përpara se të dërgohen për miratim tek institucioni i tij. Mas përfundimit para kalimit të buxhetit në parlament, edhe bashkitë po përgatisin buxhetet, janë proces hartimi. Një pjesë bashkisë kanë kaluar numrin e punonjësve dhe taksat vendore, janë fazën përfundimtare të miratimit buxhete, pasi kanë kaluar një proces të mirë nëpërmjet konsultimeve me qytetarët. Në dinjën time edhe nga informacionet që kam, janë bërë konsultime të gjëra, gati në bazë fshati, kuptohet njësi administrative, lagje, gjithandej ku ka interese popullata, për të ndëgjuar për të marrë kërkesat që kanë për buxhetin. Bashkitë janë në fazën përfundimtare dhe presim këto ditë, pra javën e 3 dhe 4 të dhjetorit, hartohen me që nëse është kërkesë e ligjit të kalojnë në këshilla bashkiak, pastaj kuptohet ka dhe një proces miratimi tek prefekti dhe bëhen aktiv fillim vitit të ardhshëm. Nga informacionet që kam, gjitha bashkitë do i kalojnë në këshilla bashkiak brenda vitit. Është dhe kërkesë e ligjit brenda vitit 2025. Në përfundim, prefekti i Qarkut Dibër, Nexhbedin Shehu, deklaroi se pas miratimit të buxhetit të shtetit nga ana e qeverisë, buxhetet e pushtetit vendor do të kenë një rritje të planifikuar, duke u dhënë bashkive më shumë mundësi për të përmirësuar shërbimet publike. Procesi i dëgjesave publike, i cili filloi këtë muaj, vlerësohet si hap i rëndësishëm në drejtim të qeverisjes vendore më të hapur në Dibër, ku banorët kanë mundësinë të kontribuojnë drejt për drejt në planifikimin e buxhetit. Zyra e prefektit të Qarkut Dibër bën me dije se projekt buxhetet e të 4 bashkive do të vlerësohen deri më 31 maj 2026, pas miratimit të cilave do të nisë zbatimi i tyre në fillim të vitit të ardhshëm.